shërit ose vllai i motrës, aq më shumë e kanë ata mundësinë me u përfshi në marrëdhënie. Edhe që në momenti që një palë e tretë sa do të ta do të mirën përfshihet marrëdhënie, marrëdhënia nis edhe lëkundet. Si ka qenë atëherë? Atëherë kri kanë jetu bashkë. Po. Të gjitha sendet janë po. Thonë kur ke piskat, kur je ndi, të gjitha janë po. Tash me shiqu si ka funksionu atëherë. A ka funksionu ma mirë atëherë, atash. Se atëherë kur ka qenë diçka keq, jenë ullë të gjithë, edhe ndoshta kanë provu se cili me ndreq punën. Besoj që kështu, besoj që ashtu, besoj që ashtu. Është një mënyrë e mirë, po, edhe është një mënyrë e keqe se cili do me shti sënin e vetë. Të tregoj diçka, unë kam eksperiencë në bashkëjetesë me shumë kurora në shtëpi. Kur kanë qenë shumë kurora, edhe pse me një shtëpi kanë ditë ta mbajnë sekretin e njëri tjetrit çifti. Nuk e kanë shpërndan shtëpi. Kanë folë të dy dhomë gjumit me zë të ulët dhe para tjerëve gjithmonë kanë buzëqesh brenda një shtëpie. Shumë pak raste kanë mund t'i marrin vesh. Edhe atëherë kanë pas pak më shumë kulturë, komunikimi, respekti edhe gjëra. Se mos dëgjoj baba, nëna, ose fëmia, ose kjo, edhin. Se kanë qenë shumë një shtëpia dhe kanë pas një... O duhet me kriju intimitetin të qysh. E për me kriju intimitetin, kanë folë nga dalë, kanë ditë kur me folë. E vërtet, shumë e vërtet. Se di. Po ti ke kështu ndonjë eksperiencë? Kuptimin e marrëdhënieve, gjërave? Një krejt kemi eksperjenca, besoj, po unë... Dhe një kështu që ka qenë e gjatë, apo? Si dhe me thonë, që kom përjetu diçka keq me... Jo keq, kuptimin... A ke pas kështu eksperiencë gjatë, se dhe njëri ka ndonjë eksperiencë 5-6 vjeçare se ka bë, dhe njëri 3-4 vjeçare se ka bë. A që kom përjetu... Me pak fjalë, deri sa ka qenë më e gjata që ke pas? Kom kom pas një shoqe, kom ndajt gjatë me to, po një 6 vite kemi ndajt bashkë. 6 vite? Qa moshe ke qenë? Kom pas njoftu 20 vjeçar, jo, 19 vjeçar, deri 25-26. Pas ke një histori gjashme me mu, edhe unë kam pas një histori kështu, 19-25. Ka qenë dashuri e rinisë edhe qështu, ndodhe, ndo sende, do je i ri. Kur kom qenë i ri, kom qenë krejt ndryshone. Si krejt ndryshe? Kom qenë pak ma ndryshe. Okej, do të pysë në podcast. Kom pas një histori pak ma ndryshe, po... Qështu, kom ndryshu. Kom ndryshu. Ke qenë më jegër, apo? Kom qenë... Besoj që kom mendu që jeta shkon ndryshe, jo se e mendoj që tash. E kom përballu jetën, e kom kuptu jetën mandej. Se qetësia, mirëkuptimi, dashuria, jo në vërtet atë sende që munde me të shu ku dush. Sende tjera s'ndimojnë. Ma artë sa kam kuptu pas ke pas një jetë pak më problematike, pas ke qenë pak tip problematik, apo? Prindit e mi kanë qenë fenomenal gjithkohën, edhe jënë gjithashtu, po unë jeta ime ka qenë pak ma ndryshe. Kom marri do sene ndryshe. Qështu? Në që janë marrë prindrit e tuj? Mami infermiere ka qenë, e babi ka punu në post. Marshallah. E kuptoj. Po, tani si ndihesh? A ndihesh i lumtur që e ke pas atë lloj eksperiencë jete? Po. E vlerësoj se që ajo më ka ndihmu me kuptu si jam tash, me vepru si veproj që tash. Çdo sen tash e mendoj 2-3 herë para se me thonë. Atëherë kom qenë ma impulsiv. Kështu si puna ime tash që jam, apo komplet ndryshe? Kom qenë nervoz gjithmonë, kështu se durojsha, s'musha me duruas. Kom qenë gjithë një njerë që gjithë kom pas qenë me mbrojt njerës matur që kam pas probleme, ama mënyra me mbroj ka qenë e keqe. U rresha, bojsha gjëna pak ma të shia. Tash e di qysh me ndreq, sendet pa vepru ashtu. Kom qenë... A ka në një gjë që të ka ngel peng nga kjo eksperiencë që ke pas kështu që ngel pikë si në zemër që do thojet pak të këtë gjë mos e kisha bërë? Po kom qenë të vdek.
rast e vdekje, se... Si rast e vdekje? Ose, se spjegoj, më ka ndodhur një aksident, se që shtu me nervoz, tu e mbroj vllahun e vogël. Wow! Une kesh të humb jetën atë, do më thonë, nëse s'kish ardhur ambulanca, edhe që ka ardhur vonë. No. Do të thonë, që mas asaj sendit, e kom përjetu një send fort, se kur e humba vedijen, më duk si dura pi trupit tim, apo din. Vërtet? Shumë interesante. Ja spjegova disa banorëve pak ma herët. E ndiva veten vetë. Qetësi e madhe, po e shisha veten në tokë, me vllahun tu piskat, tu provume. E une e ndisha një lehtësi, një... Balans. Edhe aty... Balans? Qysh balans? Balanced. Po, nuk di më ta spjegu, nuk e ndisha tokën, nuk e ndisha ajrin, nuk e ndisha frymë, kur gjojq. Se janë kur gjojq, vetëm e shifsha, edhe as nuk i kom provu me shiqu durë, ta kom dura, zisha, si mi pas dy sy edhe me pa që ka po ndodhe, edhe i letë, edhe as një frigë. Do të thonë, e shisha vllahun tu qenë keq, e unë s'kisha frigë, as s'kisha që më ka ndodhe, diqysh, shumë interesant. Me artë sa kuptoj unë pas ka qënë ky momenti që ka bërë t'jesh ky që je sot, apo jo? Po. Se gjithve kur jo ndodhë ky moment. Që kjo ka ndru kejtë, se... Ose... Edhe ma ka ndje intuita që ke pas ti moment t'il, se të shofë si je. Ose qatë ditë, mu ka largu diqka, ose kom hum diqka, ose kom kuptu diqka, ma prej që asoj ditës, një qetësi, një... Shumë interesant. Droni! Po... Qështu. Ka se porzosh. Shkojmë t'ja shofim? Hajde, t'ja urojmë. S'ka dron? Jo, s'pas ka pas, e ka ngënjur. Që po i mirë. Pak të Rashi, Bereqet. Rashi, Bereqet. Sa të sharte. Urdhro. Si? Elektrike, jo. Shtu dhe shisha. Po. Nuk e duket... E po se di, do t'ja shpegosh vllajt madh. Shisha, unë e s'pi. A ki pa, unë s'aj bukë, vetëm salat. Preng, a? Okej. Vjen, më stanin. O, lasjo, më stanin se... Vjen. Okej. Pa tjetër. Kjo është mirë. Në shkum për dronin tënë, po. Atë dua unë. Po. Ajti. Qështu. Ule brap. O italian. Ku je o italiano? Vllai, sa vjeç the që kishe? Vllahun kom 5 vite ma pak, se më thonë tash i ka 31 vite, unë 36. Okej. Shumë nice. Po kjo si ngjarje ku ka ndodhur, para sa kohësh? Kjo ka ndodhur kur i kom pas 26 të gjys në Spanjë. Edhe qatë moment kur i ka pi trupit, qatë qetësi, pas një zhurëm, më dul si një figur me ftyrë umane, po e disha që nuk është umane. Minuta të shkoj se toni diçka atje. Mos Apo? tani, po. A prish punë? Jo, pa E doni? mraka. A i pa të sytë kejtë zedi, qysh një vi të barë në hunë, flokt pak si gjata, edhe vetëm ka shiqu, edhe më tha, s'është koha. S'është momenti. Si ka tha ashtu, se s'kom pa më kur gjo dhe jam zgju në klinika atje në Spanjë, pëse më këshin që një spital pak ma të vogël, se kemi qenë Lore del Mar, është një pak ma i vogël, mësë në spital nuk ka qenë shumë i madhe, kur më kanë zgju, kanë qenë mjek të më akthu jetën, apo din.
Edhe I kom hapë sytë edhe atë pindi të thonë spanjollisht, u kthy. Edhe se desha mu, e me njëherë e ndiva ftoftin, e ndiva rëndësinë e trupit, krejti qysh, e mu do ke trupi jem shumë I vogël. Për shpirtin tim mu do ke I vogël, se ndisha vetën mirë, si I blokum trup, shumë interesant. Po pas ati momentit, kjo lloj ndjesësi që e ke përjetu ti, a e ke kërku akoma që ta kuptosh çfarë ka qenë? Tepër. I ke dhënë përgjigje vetes? Jo, a ke lexu. A ke hyrë thellë brenda vetes tënde, pyetja ime është. Tepër. Kom. Çfarë ke kuptu me veten? Kush je ti dhe misioni jot? E ke kuptu? Po. E ke problem ta thuash misionin tënd apo? Për moment po. Okej. Për moment po se ama e Është diçka që s'thuhet Marce. Ja, jo që s'thuhet, po është E zbaton. Po, e zbatoj edhe është për moment është ashtu. Po kam kuptu veten tepër se piq asaj momentit. Tash ja u shpjegon disa njerëzve këto thonë, "Ma, ke pa ëndër, ka ndodhur diçka." Është e mundur, se çka mundet me qenë. Po çka kam përjetu unë në çat moment, ato vetëm unë mundem me ditë. Edhe me spjegu si për shembull një njerë që kur s'ka kërku limon, mi spjegu çka të bën limoni në gojë. Ai s'mush m'ja spjegu, e kini nuk dalin fjalët, ai s'mund me të kuptu. Domethënë njëjtë mënyrë. I duket na, ja se po ja ha punën. S'mundem m'ja spjegu. Chelsea? Kush është Chelsea? Kush është Chelsea? Kush është Chelsea? Chelsea, kush është? Po si më e keni harru kush është Chelsea? E keni harru kush është Chelsea? Zebra! Hajdeni. Po qa po bëni u? Ja, pak më abet, hajdeni mujë. Më ka ra blumba. Nice. Kjo jetë shumë interesant se... Po ke taku njerëz tjerë kështu? Pasi të ka ndodhur ty? Ka rastis? Besoj që Zoti mi ka çuar në rrugë do njerëz që mi ka njeh disa kuptime. Për shembull? Për shembull, ka qenë një ditë, kom ecësha një pyll, kom qef shumë ecë në pyll. Atje në Belgjikë ndo si do male, ka thirë në Ardene, janë do male që s'ka njerëz, ka veç mal, edhe mundesh me përfitu, edhe një ditë kom ecë, tu ecë, pendini njerë, as di çka ke, pendini një muzikë pak tradicionale, në Amerikë Latine, me ato flutat. Me pëlqej shumë dhe u afrova nga dal. Edhe pe shoh një njerë, ullun kam kryq, edhe bëj kjo me fluta, vish veç aty, edhe thash, a m'ju afru, a mos m'ju afru? Ama ty ta ndihu diçka me ju afru? Ma ndihu m'ju afru se e pati energji tepër të butë, edhe muzika ke tepër një. Muzika më shkon zemër edhe tu afru nga dal, pa e frigu, se thësha mos pe frigoj. U afrova edhe u silla, për ai me m'po mu, për mos me bo një gjest, edhe ja bona vish kështu. Edhe vitëm ka shiqu, edhe sondar, edhe i ka mbyll prap syt, i ka vazhdu. Edhe unë e kuptova ato si, hajde ullu nga të meja, edhe ulla nga tina, edhe gjysore e kom dëgju të lujt muzik. Mas që asaj gjysores, ja kem fillu me fol. Ai më ka spjegu që vjen është indo-amerikan. Në më thonë, e ka pas gjyshën shaman. A min që është shaman? E kam dëgju. Shaman, ata indo-amerikanët, shaman thirret është për shembull në lagje, njeri ma i vjetër shaman, i shëron njerëz, i shëron me ilaç, i shëron me natyrale, i shëron me muzikë, ju ndihmon me ndi veten ma mirë, është si shëruesi i lagjës që të gjithë njerëz shkojnë te ai për me ndi veten ma mirë, mi u hek do sende për shembull, ose kur e kanë synin e keq, mi u hek.
që si sande. Edhe e ka pas gjyshin qashtu edhe tha, gjyshja ime kur ka vdek, ma kalon mu që trashëgim edhe tash unë silna në botë edhe shkoj shof edhe eksperimentoj botën dhe ndihmoj njerëzve. Mu do tepër interesant. Qysh që ky njerë, bashkë në rrugën time, kur unë tu ecë, edhe kemi fol gjatë. Edhe më ndëgjoj se unë zakonisht unë i ndëgjoj njerëz, edhe nuk foli tepër. Ndodhi e kundërt, Për shembull sot po më dëgjon. E aty më dëgjoj që nuk fol ki asgjë, veç pak edhe më dëgjoj që do kem atë tjetër, do ke kështu. Nuk po ta tregoj krejt, po ma ka thonë vetëm një fjalë. Ai që ka hi si me ta gjujt me allti. Një fjalë ma ka thonë. Ting, bish më ka shku në zërë. Pum. Krejt ma ka sill trunin. Edhe u blokova, mos disha me fol, thosha. Qysh ja qelloj. Kush ishte fjala? Su ta tregoj që tash. Pse? Se është një fjalë me jetën time. Që të ka gjetë diçka në jetën tënde kështu fiks? Që diçka që më ka blloku të jetën, apo din. Rajt, da përgjigjen që dueshte. Ma në pikën, as psikologu, psikiatri, as kërkosh ma i Pak fort. pyet fare për jetën tënde. Kur gjoj, folsha. Qatë sen e tha, më tha, dëgjo, tha, jeni njerë shumë i pastër, e ki shpirtin e pastër, por rruju shumë, se kjo jetë nuk është si mendon ti. Ajnë do fjallë pak që nuk mundesh edhe mi kuptu, po mi lëshoj ki do sene. Po qëtë fjallë që ma ka thonë, 2-3 net, 4 net s'ko mujtë me flajtë, mo, thash, qysh mundet kjo me ma prek zemrën ka shumë? Sa kurioze jam për fjallën që ta ka thonë. Po, ta tërgoj, nëse mundë, se du me ta tërgu pak jetën ma herët e që ka ndodhe. Do thonë, lidhet kjo. Por, qëve që më ka ndodhe atëherë, do me thonë Spanjë, ma ndej që kë njeri që ma qiti Zotin në rrugë time, 3 vjetë ma së ndej, krejt këto punë u lidhen, edhe, ajnë sa mirë, tash, e kom dyqysh një letësi tjetës, kur së gjonan me nxez, jemi letë. Gzonat që më zgju, edhe me ndajt ullu një karri këtë në ditën, qështu, veç me ndajt, s'ma ndin hiq. E di që jam në gjallë, edhe po mundem truni, Jam shumë mundem me ndjem ndu edhe që unë. Jam këtu tani edhe s'ma ndjem fare a dal nesër, as dal nesër, se e di që janë rrugtimin tim frymë që ma ka dhënë Zoti, për Zotin. Ja vetëm pak, t'ja hap edhe erdha. S'ta ndjen. Kush është Chelsea? Kush është Chelsea? Kush është Chelsea? Bederën është Chelsea. Kush është Chelsea? A Bederën, bro? Jo, kush është? Kush e them unë vazhdimisht? Habe këtë derë. Kush është? Edhe njerë mendoj, edhe njerë do ta them unë. Hajde, bro. Edhe njerë, please. Kush është Chelsea? Ma habe derën. Dashnia më është Chelsea, dashnia. Mirë, e ka derën. Hajde. Me qëtësi me dashni, realizohet gjithë gjë. Që ma e ba. Urdra. A po ma e derën? Po e hapë më rumë, po Chelsea kush është? Ja, një këshu, një zemër, dashni. A i kur të ka thënë ty, pjesën, kjo jetë nuk është ashtu si e mendon ti, për çfarë e ka pas fjallën më shumë ti? Për çfarë mendon ti se e ka pas fjallën në ata momente? Që ndoshta jeta është një lloj sistemi që duhet të mësohesh me kalu ndërmjet sistemit, duke ndjek frymën tënde? Me tregu drejt se kom kuptu kur thellësin, po kryesorja nuk është si e kom mendu unë. Do më thonë, jënë posibilitetet shumë ndryshe, si e mendojmë na njerëz. Si mi ta shpjegu? Mos e ketë fjallën që jeta nuk është thjesht kjo që po shohim, është për te kësaj. Për te Dhe kësaj. sa më shumë thellohesh te vetja dhe lën egon anash, ti hyn në gjendjen tënde, potencialin tënd real që ti ke. Unë për shembull, nuk është se dua të bëhem mendje madhe, por realisht këta 4-5 muajt e fundit jetës time kanë ndryshuar shumë edhe kanë ndryshuar për mirë. Po. Kam minimizuar egon në nivele shumë të larta, edhe unë më në fund ndihem rehat në rrugtimin tim, unë vetëm, e di si them vetës time, qow edhe hidhe hapin. Vet intuita ime, frymëzimi im, që më jep ndjesia im për ta bërë hapin e radhës, duke ecur, vet edhe duke ecë në për rrugë,
më qonë pikrish aty të gjërat që mu më duhen edhe më kanalizohen. Për zotin, me i mbyllun syt, ose shembull, me dal nga këto, edhe unë vetëm të nisi të ecë në për rrugë. Unë duke ndjerë ndjesin time, rrugët mu edhe fizikisht më qojnë aty ku mu më duhen, aty ku unë e djej që jam aty për të qënë unë. E kupton? Edhe nuk e marë më asi gjë me nëzitim, se më përpara thoja, ç'ke më shpejt këtu, ç'ke më shpejt aty, makinën, taksin, këtë, atë, kjo, ajo. Unë tani 70% e kam reduktu orën. Dhe unë kur ecë në rrugë, kur i bëj punët e mia, në rast se mu ma jep një lloj ndjesie me i kushtu vëmendje diçka, i kushtoj, dhe pikërisht ajo gjë që i kushtoj vëmendje, qoftë një ndales me një dyqan, mu mi jep ata zgjidhje që mu më janë dasht. Pa shet zot. Edhe unë tani jam këtu në Big Brother. Edhe unë asë një moment nuk e mendoj, po si kur dalu nesër. Ore që sonte po të bëhet që unë dal nga Big Brother, se mund në bëj në një lloj shkelje, ose çuditërisht mund vjen në një urdhër nga larg që Alba duhet dalë, se Alba s'bën më për Big Brother, unë jam shumë të rezistë, them, okay, unë do dal, kaq ishte rrugtimi im, unë e di se çfarë kam me vazhdu më, sepse unë kam një intuit edhe kam disa gjërat mia që unë e di se çfarë do bëj pas tu dhe unë mu ma ndjen se çfarë do ndodh me mu pas këtu. Edhe unë nuk trembem. Edhe reagime gjërat që i kam për shtëpi, pasha zot nuk i kam fare për kamera, thjesht ashtu e ndjej edhe ashtu e bëj, sepse e ndjej momentin edhe e ndjej frymëzimin për ta bërë. Se disave ju duke çudi si e merr ti kaq të madhe. Ora, kur e ndjej fenomenin e bullizmit e peshoj, kur e ndjej fenomenin e padrejtësisë e peshoj, se unë tani më përpara s'kam qenë kështu. Unë tani vetëm sasi të vogël po ndodhi diçka padrejtësi në çfarë do lloj kategorie, unë ja ndjej gjithë thellësinë e momentit dhe thellësinë e të ardhmes dhe thellësinë e të kalumes, e ndjej gjitha në një, e kalumja, e tashmja dhe ardhmja. E ndjej gjithë thellësinë. Edhe kur e ndjej, mu më vjen reagimi hiperaktiv. Ndërkohë që tjerët se kuptojnë se tjerët këtu zakonisht i kanë fjalët edhe bisedat thjesht si përfaqësore, sa për efekt kamerash, TikTok, rrjetet sociale. Ama ti kur ta mendosh thellësinë asaj që po thu, nuk mund ta thuash më, se edhe vetë ata e din që si takon ajo fjalë ose ai lloj gjesti për ta bërë ashtu siç e kanë bërë. Se di sa më kupton. Po, kuptoj, po. Se ndoshta flas shumë fjalë të përgjithshme, e di? Unë shembull e di që, për shembull, një lloj bullizmi që më ka bërë lëndrimi, unë e di që ai po ta mendoja thellësisht,